Përshëndetje të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot kemi nderin të kemi të ftuar në studio zëvendës sekretarin për qeverinë teknike të Partisë Shpresa Demokrate të Infrastrukturës, zotin Astrid Losha. Zoti Astrid, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Sot do të kemi një temë për sa i përket zhvillimit të ekonomisë dhe infrastrukturës moderne në Shqipëri. Po. Zoti zëvendës sekretar, së fundi në Shqipëri ka shumë debate për korrupsionin dhe dështimin e politikave të deritanishme. Sipas jush, kush mund të ndryshojë Shqipërinë? Atëherë, Shqipëria mund të ndryshohet vetëm nga njerëz të aftë, të edukuar dhe me përvojë reale në punë dhe profesione të ndryshme. Shumë shqiptarë që kanë emigruar në Europë kanë ndërtuar biznese dhe karriera të suksesshme në vende të ndryshme të Europës dhe botës, dhe kanë fituar përvojë dhe standarde të larta europiane. Këta njerëz, këta të rinj, mund të kontribuojnë në zhvillimin e vendit tonë. Dhe vetëm me këtë lloj kategori njerëzish, dhe normalisht kemi shumë të rinj, të aftë dhe të pazbuluar dhe nuk është dhënë shansi akoma për të qenë pjesë e një qeverisje, edhe brenda Shqipërisë kemi shumë. Dhe gjithë kjo shtresë është e duara për të qenë pjesë e qeverisë së ardhshme shqiptare për të ardhmen e vendit. Zoti zëvendës sekretar, a mendoni se diaspora shqiptare duhet të kthehet dhe të marrë rolin në drejtimin e vendit? Po, diaspora është një nga asetet më të mëdha që Shqipëria ka. Shqiptarët që kanë jetuar dhe punuar në vendet e zhvilluara kanë përvojë, disiplinë dhe kulturë profesionale që mund të ndihmojnë në transformimin e vendit tonë. Dhe diaspora luan një rol kyç për të ardhmen e vendit tonë, për rrugën drejt zhvillimit dhe standardeve të larta europiane. Zoti zëvendës sekretar, pse infrastruktura është kaq e rëndësishme për zhvillimin e Shqipërisë? Asnjë vend nuk mund të zhvillohet pa një infrastrukturë me standarde të larta dhe moderne. Pa rrugë dhe lidhje transporti me standarde të larta nuk mund të zhvillohet turizmi, biznesi dhe as tërheqja e investitorëve serioz. Në rast se vendi jonë duhet të ofroj investitorë të huaj të vendeve të zhvilluara europiane, në radhë të parë duhet të rregullohet njëherë për gjithmonë infrastruktura me standarde të larta. Gjatë gjithë këtyre 30 viteve, unë nuk shoh asnjë rrugë deri sot që të jetë bërë me standardet e duhura. Kështu që vetëm përqendrimi në infrastrukturë mund të zhvillojë vendin, është një sektor kyç për zhvillimin e vendit. Zoti zëvendës sekretar, ju keni përmendur shpesh teknologjinë asfalt rubber. Çfarë është kjo? Teknologjia asfalt rubber është një teknologji e fjalës së fundit për asfaltimin e rrugëve. Unë në vitin 2013 kam prezantuar në panairin e ndërtimit në Tiranë këtë teknologji, duke ja pasqyruar vendit dhe qeverisë në ato kohë dhe Ministrisë së Transporteve. Pasi unë bëra prezantimin e kësaj teknologjie dhe u vërtetua me shifra reale dhe me dokumentacione të ardhura nga Amerika, aty ku ka lindur kjo teknologji, kam arritur të futet në standardet e rrugëve shqiptare, sepse nuk ishte akoma e miratuar apo e njohur nga standardet shqiptare, sepse ishin me standardet e vjetra deri në 2013. Unë u bëra shkak që në standardet e rrugëve shqiptare të njihet dhe teknologjia asfalt rubber.
Asfalti është një përzierje gome, është një përzierje bitumit me gomat e ricikluara. Është dhe ekologjik sepse të gjitha gomat e makinave të përdorura riciklohen 100% dhe përzihen me bitumin. Kjo sjell një përzierje të lartë për standardet e rrugëve dhe kjo teknologji rrit jetëgjatësinë e rrugëve, ul kostot e mirëmbajtjes dhe është me një rezistencë ndaj të lartë ndaj temperaturave dhe kushteve atmosferike. Për më shumë, ne mund të ndjekim një video për këtë lloj teknologjie, ku ne aty mund të shikojmë detaje më të rëndësishme rreth kësaj teknologjie, për t'u njohur më gjatë. Regjat, lutem. Kjo është një video ku tregohet teknologjia asfalt rubber, procesi i saj, nga riciklimi i gomave, modifikimi i bitumit dhe shtrimi i asfaltit. Mund ta ndjekim këtë What is video. rubberized asphalt? Well, rubberized asphalt is an asphalt mix that has been modified to allow the addition of ground up crumb rubber. Method that can be used is when the rubber is added like a fine aggregate during mixing. And this is generically called the dry process. Perhaps most importantly, the road becomes more durable than a standard hot mix Procesi i asphalt. shtrimit It kësaj becomes teknologjie quieter when cars drive across it because of the rubber content. The road is safer because traction is improved and misting during rain events is reduced. And of course, it makes the road more është sustainable. më jetëgjatë, më silencioze kur makinat ecin në rrugë, më e sigurt dhe jetëgjatësi mbi 30 vjet garanci. Well, when we look at the ingredients, obviously the most Tu important kemi one is procesin the e crumb riciklimit rubber të itself. automjeteve, të gomat automjeteve, të gjithë gomat. Duhet të thënë që ky asfalt është asfalt ekologjik, sepse të gjitha gomat e përdorura të automjeteve nuk hidhen apo siç ndodh rëndom në Shqipëri, që hidhen edhe në det edhe lumenj, është vetëm një material që kërkon 200 vjet degradim. Nëse e groposim apo nëse e hedhim në ujë në det. Dhe më e keqja që ndodh në Shqipëri është djegja e këtyre gomave, që sjell një ndotje jashtëzakonisht të dëmshme për vendin. Atëherë kjo është zgjidhja e këtyre gomave, të gjitha gomat mund të riciklohen dhe të përzihen në bitumin e këtij asfalti, që sjell një cilësi të lartë asfaltit. 100% riciklim duke hequr gomën, fibrat që përdoren për ndërtim dhe metalin. Kjo është mënyra e kësaj lloj teknologjie për të ofruar një asfalt ekologjik. Po mund vazhdo me video? These materials are typically free of debris, and since they are recycled from tires, they're vulcanized rubber. That's different than natural rubber. It's different than synthetic rubber because it has been pre-reacted in order to make it very tough and very durable and very flexible. Atëherë, cilësia e kësaj rruge, ku edhe sqarohet nga kjo video, kemi një miksim të gomës të bitumit, të gomës të ricikluar dhe bitumit, që sjell një lidhje shumë të lartë të inerteve me bitumin. Dhe kjo rrugë është poroze, ofron një forcë fërkimi më të lartë të automjeteve, frenim më të mirë, reduktimin e aksidenteve deri në 90%, sepse duhet të thënë që aksidentet të rrugëve vinë më shumë nga cilësia e dobët e asfaltit, nga rrëshqitjet, dhe në kohën kur ne kemi rreshje shiu të dendura, ky asfalt e drenon, nuk e mban ujin në sipërfaqe, por e kullon. Dhe duke kulluar ujin, sjell një pastërti në shikueshmërinë e shoferëve dhe nuk kemi atë vërbimin nga automjetet që kemi përpara, vërbimin nga uji. Dhe kjo është një faktor tjetër që rrit që është për cilësinë e këtij lloji asfalti. Po mund të vazhdoj me video? You get a better pavement, and that is the primary advantage. Well, what do we mean by a better pavement? Well, the two primary ways that an asphalt pavement will fail is through. Atëherë, kjo teknologji ka shumë detaje, por
besoj që është mjaftueshme për të treguar disa nga cilësitë e këtij asfaltit. Dhe duhet cilësuar që në të ardhmen vendi jon, me mbështetjen normalisht edhe të Amerikës dhe të kompanive të fuqishme dhe investimet të mëdha që do bën në Shqipëri, e gjithë Shqipëria do të jetë e shtruar me teknologjinë asfalt rubber. Dhe të gjitha ndërtimet që janë bërë deri tani do rishikohen dhe do futen në proces verifikimi cilësijet dhe ata që nuk janë me standarde të larta do ribëhen nga fillimi me standard të teknologjisë asfalt rubber. Faleminderit. Zoti Zëvendës Sekretar, cili do të ishte prioriteti juaj nëse do të kishit një rol në zhvillimin e infrastrukturës? Në rast se do më jepej një mundësi për të dhënë kontributin tim për vendin tim në Ministrinë e Infrastrukturës, nga qeveria teknike apo qeveria e ardhshme e kombit, prioritet do të ishte vendosja standardeve të reja për ndërtimin në rrugëve. Kontroll i rrept teknik për çdo projekt dhe bashkëpunim me kompani prestigjioze europiane për të garantuar një cilësi dhe transparencë të plotë. Dhe kompanitë që unë mendoj që janë më të afta aktualisht europiane janë ato kompanitë holandeze që e kanë vërtetuar tashmë që dinë të ndërtojnë rrugë me standarde të larta cilësie me teknologjinë asfalt rubber. E gjithë Holanda është e shtruar me këtë teknologji dhe ka një cilësi absolute e gjithë vendi. Është mbuluar dhe gjithë vendi, çdo rrugë, autostradë apo rrugicë të çdo qyteti dhe province. Kështu që mendoj që këto kompani do kontraktohen nga vendi jonë dhe këta do jenë garanti i zhvillimit të infrastrukturës shqiptare. A ka në Shqipëri rrugë të shtruar me Në asfalt rubber? Po, në 2013 kur unë prezantova teknologji, ne kemi zhvilluar një tender duke cilësuar teknologjinë asfalt rubber dhe është implementuar në një rrugë, në një aks rrugor të Shqipërisë që aktualisht në rast se do vërtetohet në vend, është e vetmja rrugë besoj që ka 10 vite që është shtruar dhe akoma është në gjendjen fillestare të saj, pas një dëmtim apo plasaritje. Domethënë kjo është një provë që unë kam lënë vendit tim për të vërtetuar cilësinë e kësaj teknologjie. Zoti Zëvendës Sekretar, sa e rëndësishme është infrastruktura për të sjellë investitor të huaj? Kjo është pyetje me vend. Infrastruktura është një pikë kyçe për të ofruar investitor serioz në vendin tonë. Investitorët serioz nuk vinë në vende ku mungojnë rrugët dhe standardet moderne. Me një infrastrukturë të fortë, Shqipëria mund të tërheqë investime të mëdha dhe të zhvillojë ekonominë e vendit. Pa një infrastrukturë moderne me standarde të larta, nuk ka zhvillim turizmi dhe investimesh serioze nga kompani serioze europiane. Zoti Zëvendës Sekretar, cili është mesazhi juaj për të rinjt shqiptar që ndodhen jashtë vendit? Po, pyetje me vend. Shqipëria ka nevojë për energjinë dhe përvojën e të rinjve shqiptar jashtë vendit, në diasporë dhe brenda vendit. Ju bëj thirrje të gjithë të rinjve që të kontribojnë për vendin e tyre, duke u kthyer për të dhënë kontribut në çdo fushë, si inxhinier, arkitekt, ekonomist aftë, të gjithë llojet e fushave të ndërtimit apo zhvillimit ekonomik, real estate-ve, turizmit, që është shumë i rëndësishëm për Shqipërinë, sepse është fakt që Shqipëria në 10 vitet e ardhshme do ketë një zhvillim shumë të lartë në rrugën e turizmit dhe vendi ka nevojë për një energji të re dhe frymën e re që do të ndryshojë këtë vend.
dhe besoj që tek qeveria teknike dhe qeveria e ardhshme e vendit ton do ja jap mundësinë dhe do ju ofroj kushte shumë të larta që ata të kthehen në vendin e tyre. Faleminderit. Falenderoj zënë sekretar, do të kemi edhe takime të tjera. Shumë faleminderit për mikpritjen dhe besoj që do kemi edhe takime të tjera bashkë. Faleminderit. Të dashur miq, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.